تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira, më të begata, më të përçosura mbi njeriu më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të ndajmë disa minuta në këtë varg ligjëratash të ditëve të hana, ku jemi me fjalët e Zotit subhanahu wa taala dhe komentimin dhe shpjegimin e tyre. Jemi në surën Ali Imran, e cila sura është surja më e gjatë pas surës Al-Baqara në radhë, e cila në mushaf është surja e tretë më radhë, Fatiha, sura Al-Baqara, pasi sura Ali Imran. Kemi marrë nga kjo sura 140 ajete, në kam bejtë edhe 60 ajete deri në 200 në përfundimin e kësaj sure, dhe do të shohim me lejnë Allahu subhanahu wa taala mësimet të radhës të cilat i ka zbritur Zoti jon te bareke ve teala në këtë sure. Sot do ndalemi me ajetin 141, ajetin 142, 43 dhe ajetin 144. Dhe tek ajeti 144 me izin e Allahu subhanahu wa taala do të ndalemi pak më gjatë. Nëse është një ajet që ne kemi përmendur në disa rastësi dhe disa shpjegime të tjera, se kur vim te kjo ajet do ndalemi pak më gjatë, nga se ky ajet ka bërë ndarjen në mes të vërtetave, në kuptimin e domethënieve në realitet dhe bartësave të vërtetës, sikur që do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Andaj sot do të shpjegojmë 3 ajetet e para, 141, 42 dhe 43, në mënyrë klasike, sikur që i kemi shpjeguar për të zbërthit domethëniet e ajeteve. Pastaj do të ndalemi pak më gjatë me këtë ajet në surën Ali Imran, me ajetin 144 do të ndalemi pak më gjatë. Ndoshta do të na merr disa prej ligjëratave për shkak rëndësisë që ka ky ajet. Madje ndoshta edhe ngjarja e Uhudit dhe këto 60 ajete që kanë zbritur në surën Ali Imran dhe kanë debatuar dhe kanë diskutuar këtë ngjarje të madhe që ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wassalam, ajeti strumbullar, baza, thelbi, raja e kësaj ngjarje është ky ajet. Kush do me e përcjell me musaf për ajetin 144 nga surja Ali Imran. Këtu sillet këtë muhabeti. Këtu është këtë vërtetë të cilën për të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajete udhëzuese për besimtarët në ngjarjen e Uhudit. Thot Allahu subhanahu wa taala ajetin 141: "Wa liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin." Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhel xelaluhu do t'i pastron apo do t'i sprovon besimtarët të cilët kanë besuar, wa yamhaqal kafirin, dhe do t'i shpërbën apo do t'i copton apo do t'i përmbys në kuptimin e humbjes pa besimtarët. Dietarët e muslimanëve e kanë nda wali umahhisa tamhisin në dy kuptime. Kuptimi i parë, sikur që ka përmendur Ibn Jauzi rahimahullahu taala, ka thënë kuptimi i parë është se li umahhisa ay al mu'minina është ibtilaja dhe ikhtibari. Dhe këta përmendur në gjëratën e kaluar. Çka do të thonë wali umahhisa alladhina amanu? Që ti sprovon besimtarët, që ti sprovon besimtarët dhe janë sprovuar. Dhe baza e jetës është sprov, thelbi i jetës është sprov. Ma do ta shohim në atë ajetin 144 detale të shumta në këtë kuptim. Pra, kuptimi i parë i këtij ajeti, i cili është se Allahu subhanahu wa taala thotë ne do t'i sprovojmë besimtarët. Masi kemi nda safët në pa besimtar dhe besimtar, pas kësaj ndarje do të ketë edhe pastrime të tjera. Çfarë është këtu për qëllim sprova? Sprova e pretendimit. Pra, si cili që ka thënë unë i kam besu Zotit dhe i kam besu pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur që thot Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, thot si cili njeri që ka thënë i kam besuar Allahut, ai me fjalë të tjera i ka thënë Zotit, o Zot, sprovom. Pra, testom. Sikur kur i thot dikujt unë ti du. Allah mund me thonë, hajtë se e shoh, ka me provu amdoja me forma të ndryshme. Dhe sprovat e Zotit janë sikur që i dinë Allahu subhanahu wa taala. Andaj kuptimi i parë, cili është testimi i imanit.
Ti ke thënë Zotit unë të besoj o Zot. I ke thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam ti je Rasulullah. Dhe ti ke deklaruar para Zotit se je Rasulullah. Atëherë Allahu thot wali yumahhisallahu alladhina amanu. Allahu do ta teston, do ta sprovon. Çka sprov? E këshir. A original apo jo? Allah na bëj original në iman ya rabbal alamin. Kjo është kuptimi i parë të cilën ka përmend Hasan al-Basriu, Mujahidi Suddiu dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve. Kuptimi i dytë, cili është, kanë thënë dietarët, dhe kuptimi i dytë është at-tanqiyatu wat-takhlisu min adh-dhunub. Pra kuptimi është wali yumahhisallahu alladhina amanu, Allahu do t'i pastron nga gjunahet besimtarët. Allahu do t'i pastron nga gjunahet besimtarët. Çuçi pastron? Ka thënë Imam Baghawiu rahimahullahu taala, ka thënë nëse mbytën në luftë, atëherë i pastron Zoti me këtë mbytje. Pra e bën sebeb, për shembull, armiku në besimtarit, armiku e vret besimtarin, besimtari pastrohet sebeb kësaj vrasje te Zoti i Madh te bareke ve teala. Mirë, nëse ndodhe kundërta, e pastron për shkak kësaj vepre të madhe që ka bën për hir të Zotit te bareke ve teala. Andaj sikur si Allahu e lidh, wali yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dhe i asgjëson pa besimtarët. Megjithëse kjo, si thotë Sheikhul Islam ibn Taymiyah, çdo tefsir që vjen në dy kuptime nga të partë e muslimanëve, jo domosdoshmërisht veç njëri do të mëkon tamam. Ka mundsi të dihet janë tamam. Dhe në mes sprovës dhe pastrimit të gjunave ka ndërlidhje të ndërsjell, nga se njeriu nuk sprovohet, nuk lahet për gjunave pa u testuar. Edhe larja për gjunave është në lloj testimi. Kështu me radhë me kuptimet se kanë përmendur dietarët e muslimanëve. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala wa yamhaqa al-kafirin. Çka është yamhaqa al-kafirin? Yamhaqa al-kafirin. Kush e përcjell më ajetin 141. Thot Allahu te bareke ve teala wa yamhaqa al-kafirin. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an, çfarë ka thënë? E yuhlikuhum. I shkatron Allahu subhanahu wa taala pa besimtarët. Kjo është kuptimi i parë që ka ardhur nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ardha. Kuptimi i dytë, cili është yudhibu da'watahum wa yamhaq al-kafirin, Zoti u ahum davetin pa besimtarëve. Por sado që përpiqen, s'ka efekt. Sado që japin zor, s'ka efekt. Dhe kjo shihet në praktik, sa ata bëjnë thirrje shumë dhe o shumë e dobët. Domthon me miliarda, triliarda sa pare harxojnë, ndërkohë që një besimtar shumë pa pare bën një davet dhe shumë më i fuqishëm se sa ajo që e bën një pa besimtar. Dhe nëse bëjmë krahasime mes fuqive investuese të davetit të pa besimtarëve dhe davetit të besimtarëve, do ta shohim se investimet janë pa krahasimisht. Qase besimtarët nuk kanë çast investim sa kanë pa besimtarët. Mirë, pa Allahu subhanahu wa taala u amar bereqetin atyre. Andaj ka ardhur kuptimi i dytë, wa yamhaqal kafirin, nuk i lë thirrjet e tyre mushtrie. I ka për shembull gjithat investime kanë dhe në fund për shembull kthehet me atë se bëhen musliman njerëzit brenda tyre. Dhe kjo është për mrekullive të Zotit te bareke ve teala. Këtë e ka thënë Muqatili. E treta, çfarë është? E yunqisuhum wa yuqalliluhum. Kuptimi i tretë është yamhaqal kafirin, i pakson ata. I pakson ata. Dhe këtu i pakson është komentuar jo në kuptimin e numrit, sa të numër janë shumë. E çish i pakson? Pra, megjithëse janë shumë, duken pak. Megjithëse janë shumë, duken pak. Dhe këta kemi vënë në fillimin e surës Ali Imran, se Allahu subhanahu wa taala dhe në surën Al-Anfal do të vjen se Allahu subhanahu wa taala kur i ka takuar pa besimtarët me besimtarët në luftën e Bedrit, i ka bërë që të duken pak. I ka bërë që të duken pak. I ka bërë besimtarët që të duken pak dhe kanë fituar luftën me izin Allahu subhanahu wa taala. Andaj yuqalliluhum wa yunqisuhum çaribie, megjithëse numri i madh, kur ta shtrydhësh prap del sikur mos më qen fare. Dhe e katërta kanë thënë dietarë që ka përmend këta Ez-Zajjaj, ka thënë ey yuhbitu a'malahum. E katërta yamhaqal kafirin, çfarë i bie? Është Zoti u asgjëson punët. Pra mundohen, lodhen, raskapitën, në fund është pa përfundim të mirë. Zoti na lut. Andaj besimtari duhet këto manat i kupton, nga se kanë të bëjnë me imanin e tina. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala vazhdim: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin.
Thot Allahu subhanahu wa taala, a mos e keni bë hesab që ju do të hyni në xhennet? Allah na bëf xhennet live ya rabbul alamin. Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Duke mos e dit Allahu, pra duke mos e nxjerr paha çka e di në waqi, në ndodhi, ata të cilët kanë luftuar për juve dhe t'i nxjerrën pa sabërlit. Këtu vëzër kemi detale të shumta, por na e kemi kry dhe kemi thënë, çdo domethënie dhe mana që vjen në një sure të re, të cilën e kemi shpjeguar në një sure të kaluar, atëherë vetëm e shpjegojmë detaj në kuptimin e zbërthimit çfarë po thot, por ndryshe detalet dhe mësimet i kthejmë te ajeti tjetër. Ku ka ardhur ky ajet në surën tjetër që ne kemi kaluar, në surën Al-Baqara? Kush është duke e përcjellë me musaf, le të kthehet në surën Al-Baqara. Allahu subhanahu wa taala e përmend të njëjtin ajet. Dhe e kemi shpjeguar atje në detaj se çfarë ka për qëllim Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet. Në surën Al-Baqara, ajeti 214. Këtu e kemi 142 në surën Ali Imran, ndërsa në surën Al-Baqara ajeti 214 e kemi shpjeguar detajt e surës Al-Baqara, kush don më u kthie apo e kthen në një tefsir çfarë do kohë që ta kupton ajetin. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Baqara, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Thot Allahu subhanahu wa taala, a mos e keni bërë llogari, pra mos e keni bërë hesab me hyrje në xhennet, ndërkohë që ju nuk do të kaloni në të njëjtën rrugë që kanë kaluar ata të cilët kanë qenë para juve. Çka kanë bërë ata? Vini re vëllezër. Vini re si lidhet ajeti. Me një ajet mund të më ardh ma xhan, me një ajet mund të më ardh ma shkurt. Me një ajet mund të më ardh e zbërthyer ngjarja, me një ajet mund të më ardh emri i përbashkët. Vini re. Këtu Allahu subhanahu wa taala, a keni menduar me hyrje në xhennet? Këtu thot, a keni menduar me hyrje në xhennet? E njëjta. Pastaj në surën Ali Imran thot, walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu. Dhe këtu ka thënë, çfarë ka thënë? Ka thënë walamma ya'tikum. Dhe këtu ka thënë, dhe mos t'i nxjerr Allahu atë çka i di prej luftarëve dhe sabërlive. Këtu ka thënë mos të ndodh shembulli atyre që kanë kaluar para juve. Vinë re vëzë. Tani, kush janë qëta të cilët kanë luftuar rrugt të Allahut dhe kanë bë sabër? Vinë re këtu. Ka thënë massatuhumul ba'sa wadh-dharra'u wazulzilu. A keni llogarit ju me hinë xhennet pa kalu ka rruga që kanë kaluar të gjithë besimtarët? Allah thot, pra përgjigja jo, s'mundet me hinë xhennet pa kaluar pa ka testit të cilën e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Cili o testi? Një, massatuhumul ba'sa, i kap vështirësia, wadh-dharra dhe zarari, fukarallëk, varfëri, skamje, edhe zulzilu, edhe dridhen. Cila dridhja? Dridhja luftës. Dridhja e luftës. E këtu çfarë ka thënë? Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum. Nuk mundet me hinë në xhennet askush derisa Allahu ta nxjerr pa luftën e tij. Me çka e ka këtë luftë? Me luftën e egos së tij, në luftën e fukarokit të tij, në luftën e skamës së tij, në luftën e shejtanit të tij, në luftën e armikut të tij. Edhe pas e ka thënë wadh-dharra, dhe zararët të ndryshme që vinë në këtë rrugë, edhe zulzilu derisa të dridhët mirë, të shkunët mirë dhe të pastrohet. Thot Allahu te bareke ve teala, do të sprovohet derisa edhe i dërguar i Zotit do të thot bashkë me besimtarët, as shpërsohet gjendja derisa thonë njerëzit, kur vjen ndihma e Allahut. Allah thot ala inna nasrallahi qarib. Ndihma e Allahut është afër. Ndihma e Allahut është afër. Andaj kuptimi i këtij ajeti, cili o vëllezër, a keni menduar që do të hyni në xhenet e Allahu mos ta nxjerr atë çka e di edhe për juve në pa të cilët luftuan për juve dhe bën sabër. Apo dhe çfarë ka në mes luftës dhe sabrit? Se s'ka luftë pa sabër. Dhe sfitohet lufta pa sabër. Për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala këtu e ka kushtëzuar hyrjen në xhenet dhe e ka shmang këtë imagjinatën e atyre që imagjinojnë dhe fantazojnë se mund të futet njeriu në xhenet pa kalu ka testi. Sikur më thon dikush kam diplomu, edhe ti thua, çish kalove në provim? Jo, provim sin apo diplomova. Jo, unë nuk besoj kështu. E disa njerëz kështu thonë. Thotë unë inshallah kam në xhenet. Ai tu testu? Jo, unë s'kam çef me një provim valla. Po s'munët.
Pa një provim nuk ka mundësi me mërë not, nuk ka mundësi mu diplomue. Andaj, a mund të parafiturohet një diplomum pa një test? Jo. A mund të paramendohet një njeri me një gjennet pa e testu Zoti pretendimin e ti imanor? Jo. Allah na forcov në këtë rrugë të Zotit te bareke ve teala. Andaj kjo është ajeti që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala: "Wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun." Kjo ajet që kanë thënë dietarët, ajeti i pretendimeve. Çfarë do të thonë pretendimeve? Një grup i sahabive pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos të sot kanë ardhur transmetime të rit prej tyre, kanë ardhur te pejgamberi alaihi salatu wasallam dhe kanë thënë: "Ja Rasulullah, ne nuk kemi marrë pjesë në luftën e Bedrit." Sa ajo ka ndodhur rastësisht pa përgatit. Andaj, nëse cakton Zoti ndonjë luftë tjetër, në atë part jena aty. Në atë part jena aty. Mirë, po me shkruajt emrin në letër, edhe me dalë luftë dallon. Apo ti kandidohesh, ama ku ta shpërsohet gjendja, ndrojnë mohabetet. Po këtë arsye kanë thënë dietarët, kjo është ajeti i imtihanit, ajeti i sprovës. Dëgjoni ajetin 143 nga surja Ali Imran. Thot Allahu te bareke ve teala, thot: "Wa laqad kuntum tamannawna al-maut." Ju disa prej juve muslimanëve e shpresonit vdekjen, e dëshironit, mund të ma mundsoj Zoti të vdes luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhela xhelalu: "Min qabli an talqaw." Para se me u takue me shpata, që shka thonë Ibn Abasi. E kam pyetur Ibn Abbas, çka është para se me u takue? Ka thonë para se mi ani zanin shpatës. E ki vaj shpatë e kërë nëzi? Ja. Dallon kur shkruash këtu në qetësi dhe kur të nxjerrësh shpata. Edhe kur e di se të kjo mund të butunu në qafë. Zoti na rujt. Andaj, shikoj vëllezër, këta e kanë thënë dietar, ajeti i sprovës, pretendimit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Faqad ra'aytumu." Jo e pat, o ballafaqu çka ndodhi. Dhe e dini luftën e Uhudit çka ka ndodhur. "Wa antum tanzurun." Dhe ju këshirshit me sy. E një numër i madh i njerëzve kanë hikur vëllezër. Kur shejtani ka bërtit dhe ka thonë: "Qad qutila Muhammed alayhi salatu wassalam." Ka bërtit shejtani, ka thonë: "E vrajtën Muhammedin alayhi salatu wassalam." Edhe sahabët e vrajtën Muhammedin, sa me vraj i kanë gjujt shpata, kanë hik. Derisa pejgamberi i ka thirrë rajti këtu. Nën sahabi njëri pas tjetrit kanë ndrujet duke mbrojt pejgamberin sa nga numri pakti i tyre që kanë mbet. Andaj thot Ibn Abbasi radhiyallahu an në tefsirin e këtij ajeti, thot: kur i ka treguar Allahu subhanahu wa taala në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë shpërblimi kanë luftarët e Bedrit dhe çfarë nderi kanë pas, kanë marrë te Allahu subhanahu wa taala, shumë prej muslimanëve kanë thonë: ta kisha fituar thonë këtë nder. Dhe kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kanë thënë: inshallah Zoti na mundson edhe neve me dek shahidat e Zotit madh te bareke ve teala. Atëherë Allahu subhanahu wa taala çfarë ju ka thënë? Ka thënë: mirë po, nuk ka ndodhur ajo që kanë shpresuar. 50 shigjetarë kanë hik, e kanë lënë shigjetimin, e kanë lënë pozicionin. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad kuntum tamannawna al-maut." Ju e keni shpresuar vdekjen, pra luftën, sebepin e vdekjes. Min qabli an talqaw, pra para se me ardh lufta e Uhudit. Ju keni thënë: inshallah Zoti e bën një luftë, se në Bedër s'kena marr pjesë, kena me marr pjesë te kjo tjetra. Në rregull? Thot Allahu subhanahu wa taala: "Faqad ra'aytumu." E kur ardh dita e luftës, yawma idh, ka thënë Farrai edhe Ibn Qutaybe, pra kur i pat sebepet e luftës, kanë thënë çka është sebepi i luftës? Shpata. Shpata. Andaj dallon me këshir një luftë në film, dallon me këshir një dokumentar të luftës në YouTube, dallon me lexu historinë e luftarëve, dallon me shpresue protagonistin kryesorin e ngjarjes, dhe dallon ti më kon aty. Dallon me e pa vetimën në film. Apo, hiç nuk tutesh. Ajo bubullon, ban ndryqim, shkëlqen, ti nuk tutesh, se je sigurt, apo. Ama kur të bubullon midis detit, zemra pompon ndryshe. Kur sprova është në lëkurën tënde, ti pompon ndryshe. Zemra pulson ndryshe.
Andaj njerëzit du t'i kuptojnë, do të vinë pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala dhe ajetet e tjera. Andaj te fjala Allahu subhanahu wa taala, wa antum tanzurun, ju e shpresonit vdekjen më herët para se të takoheshit me ta. Ju e pat atë ditë kur ndodhi. Wa antum tanzurun, dhe ju shikonit. Çka shikonit? Kanë ardhur 3 komente. Kanë ardhur 3 komente, çka kanë shikuar? Komenti i parë është tanzuruna ila suyuf, i këshirshit shpatat. Kur fërkohen njëra me tjetrën, lëshojnë za. Ka thënë Ibn Abbasi, tanzuruna ila suyuf, i këshirshit shpatat. Ajo që kanë thënë, edhe kjo këtu, 2 bota ndryshme. Kjo ndodh shpesh njerëz vëllezër. Në mes filmit që e bën skenarin krije ai dhe realitetit, këtë diçka tjetër. Pastaj, normal se edhe trajtimet janë të ndryshme. Kjo është e para. E dyta cila është se ka ndonjë dietarë që e përmend Zxhaxhi, ka thënë fara'aytumuhu wa antum busara. Ka thënë kjo ka ardhur për vërtetim. Por e keni këshir mirë, e keni pa. A keni pa çka e lipshit, ja ku e keni. Pra si vërtetimi i asaj. Pra ai nuk të pa çka, a do të çita, ja ku e keni. Ja që çka e lipët. Dhe e treta cila është, kanë thënë wa antum tanzuruna ma tamannaytum. Pra faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuruna falima inhazamtum. Pra kuptimi i cili a lipët Uhudin? Po. A ja u mundsoi Zoti Uhudin? Po. Kuptimi i ajetit është pse ikët? A thave, o Zot ma mundso, po. Që? Pse ike? Për këtë arsye vëllezër kanë thënë dietar, kjo ajet është ajeti i testit. Teston Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar besimtarët që mos të shpresojnë dhe mos të kërkojnë ballavaqimin me armikun. Për çfarë arsye vëllezër? Se ballavaçimi me armikun është sprovë vëllezër. Mundet njeriu në udhu billah me dezertua. E besimtari nuk duhet ta kërkon sprovën. Dhe ne do të vim me lenin Allahu te bareke ve teala se njeriu nuk duhet të merr nga e vërteta çka se bën. Po duhet të merr nga e vërteta atë çka e bën. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, inna hadha ad-din, kjo feja e fortë. Kjo feja e fortë e rënd. Merrni pikësaj feje çka mundi me bajt. Sa punë pejgamberi alaihi salatu wasallam i privonte disa prej sahabive, ti jo. Pse ti jo? Së ne bëhën të rira, shko dhe një tjetër. Zoti i madh i ka nda, sepse njerëzit bartin për të vërtetë sa kanë takat. Ti sa kilogram i ban, sa ki takat. Me thonë dikush ti, qite për mi shpin një lop, se që ma dërsa tje? Ti së ne baj, valla. A marrë? Njëri thotë, që së ne ban? Ti ma i madhin në madhin, që së ne ban, baje? Që i thotë, së ne baj, alla, mërzon kjo. Mirë, nëse nuk ka marrë, mi thonë, olla, së ne baj, më në këtë lopën në, marrë kapën dhe kamion. E pse ka në marrë për shumë punë të tjera që janë matronë sa ju lopa. Matrona janë sa ju lopa. Edhe ti thu, qish mi thonë, bë unë e këti s'muj, po s'muj, be vëlla, nuk muj. Kur të vetë ty për shemë dikush, a i hafëz vëlla të i Kuranit? Ha? Që është ti mi thonë, marrë me mi thonë, jo. Jo, marrë me rejt. Thu, jo, s'jam. A marrë? Jo, marrë me thonë, po atësie. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet të adaptohet dhe të mësohet që të bardh nga e vërteta çfarë sa mundet me quë. Mos bardh sepse, për shembull, njëri thot, provoje vëlla, që janë një lopën për mi krije ta shohna, kur ta kishim ka hinë në tokë atje. Pse se erana. Andaj vëllezër, mos mani çat pos sa mundi me bajt. Merr për të vërtetës. Qilla e toka se ka bajt. Qilla dhe toka dhe kodrat, Allah thot në sura Ahzab, ne kena dhënë edhe qillës, edhe tokës, edhe kodrave, manë të vërtetën, manë Kur'anin, fa ashfaqna minha, ka jo s'u ne bajta. Kush ka dal insani, ka unë e baj. E baje. Mirë po, shikoj vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njëri shumë i mëshirshëm. Thotë Enes ibn Malik radhiyallahu an, i kam shërbyer 10 vjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për 10 vjet vëllezër, në njëri thjesht jam son karakter, para më njëri i cili o kanë në kulmin e qartësisë. Ka thonë s'kom pa njeri ma dhimbshëm se ai. Sa shumë ju kanë dhimbë njerëzit, sa shumë i mëshirshëm kanë. Shiko për shembull pejgamberi alayhis salatu wassalam thot Aisha radhiyallahu anha nuk di diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të kish dash më shumë se sa pastrimi i dhëmbëve. Shumë ka pas merak me pas dhëmbë të pastër. I vazhdimisht ka përdorur misfak. Vazhdimisht i ka lë dhëmbë alayhis salatu wassalam. Edhe pak para se me vdek, s'un ka forë, si u ka ranu gjuha,
ju ka rënë gjuan nga sikleti I agonisë së vdekjes, dhe kur e ka pa Abdurrahmanin vllajën e Aishës me misfak, ka bë me isharet bëma misfakin. Edhe Aisha thotë nëna e mora vesh, e kuptova, do t'ja pruna misfakin që ti laje dhamt. Mirë, po ky njeri, më i miri pejgamber alayhi salatu wassalam, ka thënë laula ashqa ala ummati. Ka thënë mu kanë që se kisha ranu umetin tem, ja u kisha bo fars çdo namaz, para namazit mi la dhamt. Ama kjo rana as pe u baj. Pse o vëzër? Pra, kam shumë qef umeti em se her që vinë namaz mi la dhamt. Po kjo shumë rana, apo se ka njeri për shumë njerë 30 veti ka la dhamt, apo dikush njerë 30 veti la dhamt, varsisht pejgamberi selam ka pos qef çdo namaz lani dhamt. Mirë po rana, shumë rana, çka ka bo? Pra, e ka shprej dëshirën, ka thonë amarana s'pe u bëj fars. Kur janë mbledh me fal taravijën, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka nis me fal, kanë mbledh sahabët, mas 3-4 ditëve e ka mshel, e ka nal pejgamberi selam. Do kanë sahabë jeru pse nale? Namaz taravije. Ka thonë jo se ala shpallja të zrip, mundet me u bë fars edhe ju ranohet. A mu që para mu më paskon taravija fars? Ja ranohet. Para më i ki 5 kohë namaz, i ki sunetët dhe taravijën fars. Ajo është vullnetare. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikoj sa I mëshirshëm ka qenë vëllazër. Shikoj sa I mëshirshëm. Ka debatuar me Zotin e vet te bareke ve teala, pim 50 namaza, 5 namaza me zrip. Pas 5 nuk I fal njeri, a 50 ja ka lip Allahu subhanahu wa taala. Në fund Zoti I madh çfarë ka thënë? Ka thënë te unë nuk ndron llafi. Fjalat e unë nuk ndron. Ato janë 50. Kush I fal 5 I ka fal 50, se unë ja numroj çaq. Sigur kur I thotë dikujna, sa që kjo që kitasi, ai thot 100 denar. Ti I thua ban malir? Jo. Në fund thot, po veç 50 bëj kam, thot beri 50 merre tasin. Prap 100 e ka vlerën kjo. Kjo s'ndron vlera, ama ai që di për ta lavur 50. Shembulli I Zotit është më I lartë. Mirë, po nga mëshira ka shku vazhdimisht, ka kthim. Herë te Musa, herë te Zoti I Madh te bareke ve teala, vetëm që ky ummet ta ketë sa më lehtë. Dhe shpesh bante dua, o Allah lecoja umetit tem. O Allah shpëtoj umetin tem ditën e Kiametit. Vëllezër, Muhamedi sa nuk lutet për veten e vet, këtë pejgamber lutën, Allahumma nafsi, o Allah shpëto mua, përveç Muhamedit alayhi salatu wasalam, I cili do të thot Allahumma ummeti, umetin tem. Allah na bofi umetit ti ya rabbal alamin. Kjo vëllezër është ajeti I 143 nga surja Ali Imran. Tani kemi vëllezër ajetin 144 dhe tham se do të ndalim me këtë ajet pak më gjatë. Kush do më përcjell me mushaf, do të ndalim me këtë ajet, do të na merr disa ligjëratave me izën edhe lejen Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalalu në këtë ajet, ajetin 144. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Ky ajet vëzër, kemi thënë se është ajeti I cili duhet merret për bazë në kuptimin e fesë, në kuptimin e dallimeve, në kuptimin e të ndarjeve mes vërtetës dhe të pavërtetës, në kuptimin e halalit dhe haramit, në kuptimin e respektimit të dietarëve dhe hoxhallarëve dhe imamëve të muslimanëve, në kuptimin se mund të gabon njeriu dhe e vërteta nuk është me ta, po ai prap jetë njeri I mirë, e kështu me radhë prej meseleve të shumta se do të shohim në bazë të këtij ajeti. Një varg mësimi të cilat do t'i ndajmë nga shpjegimi I këtij ajeti. Ta lexojmë pra në mënyrë të përgjithshme çfarë ka në këtë ajet, pastaj do ndalemi pikë për pikë me mësimet të cilat I kanë nxjerrë dietarët nga ky ajet. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun. Ka nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se në luftën e Uhudit, kur janë ballafaque muslimanët me pabesimtarët në atë ofanzivën e dytë, edhe kanë marrë për masa pabesimtarët, ka bërtit shejtani, ka thënë e vrajtë të Muhammedin alayhi salatu wassalam, dhe janë dopsu njerëzit dhe janë liksu. Andaj ka zbrit ajeti wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, mos u mërzitni dhe mos u likështoni se jeni më të lartë nëse jeni besimtar. Dhe shiko, ka ndodhur një skenë, e kanë mendu sahabët vërtet s'ka qenë e vërtet, por Allahu subhanahu wa taala çfarë ka thënë në këtë ajet? E atë ditë çka do të ndodhe kjo çka s'ndodhi sot, çish keni me kanë ju?
Andaj e ka marrë Allahu subhanahu wa taala këtë ngjarje dhe i ka edukuar besimtarët për atë ditë i cila do të ndodhë kjo. Luftën e Uhudit ka bërti që tani vdiq Muhamedi alayhi salatu wasalam. Shumë pisa sahabë i kanë gjujt shpatat. Çfarë luftojnë? S'ka Muhammed më alayhi salatu wasalam. Vdiq i dërguari i Allahut. Edhe çfarë ka ndodhur zot? Thot Allahu subhanahu wa taala, Muhamedi nuk është tjetër pos i dërguar. Vini në këtë ajet do të dalim pak më gjatë me këtë ajet. Dhe kemi thënë në surën Al Imran, përveç ku ka diçka e cila nuk është përmendur në surën Al Baqara, do të dalim pak më gjatë. Përndryshe ato gjërat që janë përmendur atje, apo janë të ngjashme apo janë gjërat që të kuptohen, kemi thënë se do t'i kalojmë pak më shpejt. Mirë, po ky ajet meriton që të ndalim pak më gjatë. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk është tjetër. E gjeni çaj formulimit fjalës. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Kjo është forma më mohuse dhe pohuse në Kur'an. La ilaha illa Allah. S'ka zot, asnjë zot nuk ekziston illa Allah përveç Allahit. Forma më mohuse dhe pohuse s'ka. Hiç asnjë zot nuk ka përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu ka ardhur njëta. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhamedi i biri Abdullahut alayhi salatu wassalam nuk është tjetër pos i dërguar. Pra nuk bart pe kuptimeve dhe domethënieve dhe koncepteve në mesazhin e tij pos risalën pejgamberin. Nuk o zot, nuk o i pavdekshëm, nuk o i përgjithmonshëm, nuk ban mu lidh për trupin e tij, s'ban mu lidh për qenjen e tij, s'ban me adhuru ata e tjerë do të shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. Vini në çka thot Allahu subhanahu wa taala. Nuk është Muhamedi, dhe këtu është përmend me emër vëzë. Me emër. Wa ma Muhammadun, sikur që ka përmend surën Fath, dhe sikur që ka përmend ma unzila ala Muhammad në surën Muhammad. Dhe në surën Fath ka ardhur Muhammadun Rasulullah. Këtu ka ardhur wa ma Muhammadun. Dhe kjo është përmend me emër pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhamedi nuk është tjetër pos i dërguar. Pse ka përmendur këtë? Dhe pse luftën e Uhudit? Sepse është shpërndar një propagandë shpejt në luftë se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasallam dhe janë dëshpëruar sahabët. Një numër i madh i tyre janë dëshpëruar, sikur që janë dëshpëruar ditë kur ka vdek. Dhe Omar Khattabi ka ndirë shpatën. Ka thënë mos toje kërkush se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Se ka punë me mua, është botën e nxjerr. Dhe sa ka shqetësuar Abu Bekr, ka thënë ndalo se ka vdek Muhamedi alayhi salatu wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, nuk është Muhamedi tjetër pos i dërguar. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Edhe para ti ka pas të dërguar. Edhe para ti ka pas të dërguar. Shikove dietar, pra, në këtë çfarë thonë? I ka përgadit Zoti i Madh subhanahu wa taala sahabët e vet. Sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Robët e tij që të përgatitën si me vazhdue me adhuru Zotin me islam dhe me iman dhe me tauhid edhe pasi të vdesë Muhamedi alayhi salatu wasallam. Andaj çfarë ka thënë? Muhamedi veç i dërguar është. Mos e mendoni se ai ka me gjithmonë. Edhe para ti ka pas të dërguar. Ku janë ata? Prej të Ademi deri te Isa alayhi salatu wasallam. Këtë kanë ndrujet përveç Isa alayhi salam që ka ngrit Allahu subhanahu wa taala, pastaj zbret para kiametit. Thot Allahu subhanahu wa taala, afa immata. Binere, këtu ka shartie me kushtore. Nëse vdes Muhamedi, au kutile ose vritet. Nga se është përndat që është vra. E Allahu subhanahu wa taala këtu e ka prue kushtore. Nga se kur ka zbrit kja jet, nuk e ka ndit sahabët që ka me ndru jetë Muhamedi sallam. A vdes në luft, a vdes në shtrat. Por Allahu subhanahu wa taala ka morë shpirtin në shtrat. Mirë, po këtu ka ardhur kushtore. Efe immate, ka ardhur e para, nëse vdes, sa ai do të vdes në shtrat. Au kutil ose vritet që juni të supozuta se u ka vra, pra ka mundësi mu vra, se shumë pejgamber janë vra, sikur që do të vjen ajeti i radhës, ajeti 145 nga kjo sure, edhe ajeti 146. Wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna. Sa pejgamberi kanë luftuar me ta, besimtarët të cilët kanë net pas ti. Vini re tani, thot Allahu subhanahu wa taala, nëse vdes. Kjo nëse vdes, vëzër, çfarë është? Do një përgatit me vdek. Dhe ka me vdek një ditë. Dhe ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Au kutil ose vritet. Ju çka keni me bë?
inqalabtum ala aqabikum, inqalabtum ala aqabin, çka o vëzër? Qysh jetë të hecë kënejna, i këthen kont kana tjetër. Aqib është pjesa e themrës, skaji i qoshit, jo gishtat kana tjetër, që jo aqib. Allahu thotë xhelle xhelalu, nëse vdes Muhamedi alayhi salatu wasalam, apo vritet, ju qysh jeni të hecë ka Muhamedi alayhi salam, nëse e merrni vesh që vdes, a i këtheni kont kana tjetëra. Kjo është mënyrë figurative që ta pasqyroje çish duket dezertimi. Kur ti çish je ecur këto vet kana tjetër, runa Zot. Allahu ze besimtari duhet me lutë Allahun subhanahu wa taala që ta bëhet qëndrueshëm fe. Dhe thotë Muhammed al-Ghazali rahimahullah, të qëndruarit në istiqame, të qëndruarit me nejt drejt në fe, me nejt në udhëzim, është çështje ghamid jiddan, është çështje ndërlikume, nuk është çështje e lehtë. Allahu subhanahu wa taala i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, fastaqim kama umirt, rrit çështë që na thon. Nuk ka lehtë vëllazër. Ti vazhdimisht ki luft me veten, ki luft me egon, ki luft me karakterin, ki luft me sjelljet, ki luft me njerëzit, ki luft me shejtanin, ki luft me munafikat, ki luft me rënacakat, ki luft me pabesimtarët, lufta shumta, dhe këtë këta ti kush pëshodon, veç Rabbul Alamin. Allah na uzot të gjithë via Rabbul Alamin. Na mundsoft me ndej çështo që çdon Zoti i Madh te bareke ve teala, thot Allahu xhelle xhelalu, nëse vdes apo vritet, ai kniu, aleni fena. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa man yanqalib ala aqibay, kush rrotullon, pra çish është të ecë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam drejt, kthen ka ana tjetër. Thot Allahu xhelle xhelalu, kush kthen nga rruga e tij, falan yadurra Allah shay'a, le ta dije se Allahu t'i ban zarar kur gjë. Le ta dije se Allahut nuk i ban zarar kur gjë. Wa sayajzi Allahu ash-shakirin, e Allahu i madhruar do t'i shpërblen falëndëruesit, ata që të rrin rrugën e drejtë, me izën edhe mundësinë që u jep Allahu subhanahu wa taala. Vini rëvëzër, kjo ajet është një ndër ajetet për të cilën autori i librit Fi Dhilali al-Quran është ndalë me disa prej komenteve dhe ka quajt këtë ajet vëzër çfarë? Ndarja në mes të vërtetës dhe bartësve të tij. Kush e ka pru që këtë vërtet me të cilën ka arë Muhammed a.s. Muhammed a.s. Mirë, a e ka kriju Muhammed a.s. të vërtetën? Jo. Me vdekin e ti a vdes e vërteta? Jo. A në vëzër thamë se kjo ajet është një ndër ajetet më edukuese, më qartësuese për disa për të vërtetave të cilat besimtarit duhet të mësot. Për më të mirave dhe më të qartave dhe më të rëndësishme cila nga prisa vëzër, që muslimanit të lidhet për domethënien e të vërtetës, jo për bardhësin e tij. Bardhësi është shumë e rëndësishme vëzër. Mos me qenë bardhësi i rëndësishëm, Zoti nuk çon pejgamber. Mos me qenë bardhësi i vërtetës i rëndësishëm dhe nevoja e njerëzve për një bardhës të vërtetës, Zoti nuk çon xhallar dhe dietar. Mirë po, qëllimi i pejgamberëve dhe qëllimi i dietarëve dhe trashëgimtarëve pejgamberëve është që të përcillet e vërteta si domethënie, si fjalë dhe vetë realiteti që ashtu që shoh. Pastaj ky vdes, vërteta mbetet. Apo, andaj për shembull vëllezër, do ta shohim në këtë jetë një varg prej mësimeve. Mësimi i parë vëllezër, duhet të ndallojmë në mes çfarë? Në mes të vërtetës në vetveti dhe bartësve të vërtetës. Nëse keni mundësi me përcjell, do t'i citojmë fjalët e autorit sa më shumë, fjalët e autorit të Fi Dhilal al-Quran dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve. Allahu subhanahu wa taala vëzër ka bërë që realitetet dhe të vërtetat të jenë në konceptet dhe domethëniet e gjërave, dhe jo në bartësit e tyre. Ne do të vim me disa shembull që të sharojna që të kemi pak më të qarta. Andaj vëllezër, çdo njeri i cili dëshiron që të jetë i qëndrueshëm në fe, stabil në fe, vazhdimisht ta dojë fenë Islamin, vazhdimisht ta don Zotin, vazhdimisht ta don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vazhdimisht ta don Kur'anin, të ketë kritere dhe standarde me të cilat gjithmonë e garanton dallimin në mes të vërtetës dhe të pavërtetës, në mes të domethënieve të vërtetës dhe në mes personave që e bartin ata.
Dhe kjo shumë më rëndësishme nga se fitnja më e madhe njerëzve është në mes çfarë? Sa ata nuk dinë të dallojnë në mes domethënës me të cilën ka ardhur ai i cili të bën davet në fe dhe vetë ai personi. Sepse daveti është më i vjetër se davetxhia. Islami është më i vjetër se thirrsi. Ha? Vini re vëllezër. Çdo një ligjëruesi është, a njerë është ligjërata, ligjëruesi. E ligjërata është para ligjëruesit. E vërteta është para, andaj Omer Khattabi çfarë ka thënë? Fa innal haqqa qadim. E vërteta e vjetër. E vërteta me Zotin e Madh subhanahu wa taala. A ka fillim Zoti i Madh? Jo. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Domethënë e vërteta s'ka fillim, vëllezër. Sepse Allah s'ka fillim dhe e vërteta s'ka mbarim. Andaj mos ti fusim të vërtetat në orbitën e atyre të cilët kanë fillim dhe mbarim. Unë ti kena datë lindje dhe datë vdekje. A di që kena lind na, s'ka lindje vërteta. A di që vdes ti, nuk vdes e vërteta. Dielli lindje dhe pasi vdes është ti. E vërteta është dhe kur ti e le ata, e prapë e vërteta. Dielli mbetet diell dhe kur ti i thu han. Dielli mbetet diell nëse ti i thu luster. Ai diello. Edhe lusteri mbetet luster nëse i thu diell. Çish dush çuje. Vërtetat nuk ndryshojnë me llafe. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë ajet, në hijen e këtij ajetit, pejgamberi alaihi salatu wassalam ka përcjell te sahabët e vet çfarë? Një medrese, nxënësat e të cilës medrese, të cilës shkollë, universitet kanë ditë me dallu në mes pejgamberit dhe pejgamberisë. Të vërtetit dhe të vërtetës. I vërteti vdes, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o i vërtet pejgamber hak, ama i vdes. A ajo me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk vdes. E kjo shumë më rëndësishme vëllezër. Dhe po nuk i kuptuam këtë gjëra, sa ngatrohet. Dhe shpesh njerëzit që tu e ngatrojnë. Thot, për shembull, me kanë që kjo e vërtet, s'mundet filani me thon. Ja, dallim, kjo dallash. Gabim. Nuk ka mirë. Për çfarë arsye vëllezër? Për shembull, vëllezër. Kur të krishterët thonë se Isa alayhi salatu wassalam është Zot dhe djali i Zotit. Ha? A thonë të krishterët Isa o djali i Zotit. Hasha wa kella. Sidomos tash kjo që ka festohet, çat kuptim e ka. Zoti na ruaj. Dhe ju zof këtë musliman që se din fenë vet. Vini në vëllezër. Pse thonë ata on djali i Zotit? A i bie që e vërteta me kanë, më jam u huket? Jo. Apo ata nuk dilet skaj në skaj. Por që më thonë, fakti që krishterët thonë për Isën që janë djali i Zotit, edhe këto këshyre sa devijum janë, kjo i be që Isa sa kur gjon. Hasha, jo. Djali i Zotit nuk ka, po i dërguar i Allahut ta. A nuk ka djali i Zotit, ama i dërguar i Allahut ta. Ai djali i Zotit nuk ka, ama i dashmi i Allahut është. Zoti e do Isën alayhi salatu wassalam. A vini re kësaj. Merjemja, hasha wa kella, nuk është gruaja e Zotit. A e do Zoti Merjemën? Po, si rob. Si rob që e ka. Andaj, vini re vëzër. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet, wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul. Muhamedi nuk është tjetër pas i dërguar, edhe para tij ka pas i dërguar. Vini re këtu. Duhet dallojmë në mes të vërtetës dhe bartësit. Bartësi vëllezër është si ena, si syni, si mendja. Ka mundësi e sheni herë, e ka mundësi nuk e sheni herë. Mirë po objekti e vërteta nuk ndryshon. Por shembull, ne kena për shembull, ja, një tas, një tavolinë, çka do kof përpara objekt i prekshëm që nuk lëviz. Apo vjen dikush e sheh si tërsi, çka thotë tavolina. Apo dikujt ju kanë mjegullu sinit, ka ardhur me duhane, me ty, me kujt diçka, apo nuk sheh natyrshëm, e thotë s'ka tavolinë. Ti thu, po ka. Apo tash këti nëse si punojnë sinit, çka thon, a nuk po sheh atje, ka, a ca vroj pak. Në e dorën çto? Do të më përdorni shis tjetër. Apo mas synit o veshi, edhe pse veshi dëgjimja para synit, po syni jo ma gjithë përfshirës, ma objektiv, ndërkohë që veshi jo ma sharus. Nëse nuk kupton me sy, i kallzojna me vesh. I thonë akshire, ti s'peshet tavolinën? Po ekziston që tu të rani tavolinë. Është një xhami, është një objekt. Andreju, jo thot, nuk ka tavolinë. Asi më thënë. Atëria e marr me dorë. Nëse as pas sa shqise, apo edhe nëse vin një verbor, dy verbor,
500 verbër, 1000 verbër, ketë e kaloj njëtin tesojnë, s'ka tavolinë. Edhe vjen një njeri shka shë, thotë që tavolina. A e ndrojnë këta të verbrit? A mundë me hek tavolinën për ekzistencës? Jo. Për këta si vëzër, të vërtetat qashtu që janë, nuk i ndronë ti shka thue. As ty që shishe, as ty sa ta kap, as ty sa detalin e kije. Jo. E vërteta me të dhe vërtet qashtu që janë. Për këta si e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka pranu Ebu Hurairës, edhe shejtani kur i ka thonë një fjalë, i ka thonë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, qashtu a qish për thot shejtani, ama i prap shejtana. Por shembull vëzë, ka ardhe shejtani te Ebu Huraira, edhe i ka thonë, me lexu ajetin Kursi natën, shejtani s'në afrohet. Ha? Edhe tash për shembull Ebu Huraira ka një dyshim, ka thonë, ki shejtan po më kallzon mua që kur të lexohet ajeti Kursi s'afrohet shejtani. Ka një farë dileme, ka pas një arsye pse më pas dileme. Dhe ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah, shejtani e paraqitet në formë të njerit. Edhe i ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, shejtani kështu më tha. Ka thënë sadaqaq, çashtu. Çështë të ka thonë ai, që kjo është çështu. Ama pse të ka thonë ai, kjo nuk e ndron. Tash për një njerëz thotë, ki ai do ta bësi besohet tina. Në rregull, hajduta. Por shembull, ti ki plot rakixhi thot, s'ka më të keq se rakia. Tash ti më thon, ki rakixhia tha s'ka më të keq se rakia. Ky i bëj rakia e mira. Se ki rakixhia ka tha. Do njerëz plot për shembull e ngatrojnë këta. Për shembull, ky njeri për shembull, ai mirët me një punë, ajo punë e keqe. Edhe vet ki çka e bën thot, s'ka më keq. Tash dikush thot, ky tha s'ka më keq, s'ka më mirë. Pse? Po ki keqi tha për këtë punën e keqe, sa e keqe. Kjo i bëj çka e mirë. Jo. E ka njëri për shembull e bën të keqe dhe pranon që e keqe. Për shembull, ai përmendom, prindi, runa zot ka mundësi mos provu një gjuna. A pirakia, ku e diçka. Edhe për shembull ti i thua, po ti masi për shembull piraki. Edhe djali jot në të pije. Jo, thot djali jam jo. Pse? Sa e di që më provu vet, djali mos provohet. E tash për shembull, ai bie kjo se kur i thot një keq, një të mirë, ajo e mirë shndrohet në të keq pse ka thonë i keqi? Jo, mirë. Nëse i miri, e kjo është provë e madhe. Nëse i miri thot diçka keq, a bëhet kjo e keqe e mirë, pse të ka thonë i miri? Jo. Që të dia dhe zë, njeri me bo mi dalu dhe mi dhonë Zoti sukses, që gjithmonë ta kupton se e mira mbetet e mirë edhe shejtani me të thonë, dhe e keqja mbetet e keqe edhe evlijaja me të thonë, që të dia me bo me mësu nën që këta jetë, kena më mundu me mësu që këta me izin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse arrin çdo besimtar me kriju kritere dhe standarde dhe mjete matse, që ta dije se e mira e mirë, e mira e mirë, edhe shejtani me të thonë e mirë, e mira ajo. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i ka thonë shejtani, o Zot, jepëm afat. A i ka thonë Zotit, jepëm afat dhe ditë kiametit. Çka do me bo ditë kiametit? Ka thonë, ta provoj bita Ademit, ti devijoj. Apo? Ti devijoj. Allah ka thonë, inë kemi në mundarim, shko ki afat dhe ditë kiametit. Shejtani ka bo be, ka thonë, pasha krenarien tane, pasha ty o Allah, le uhujen në hum e gjmain. Ketë kam i të devijua. Ketë kam i të devijua. Pasa ka përjashtu. Se ka përjashtu. Qa ka thonë? Illa ibadek. Bashkejtë së një devijoj. Shiko? Njerë ka thonë, ketë kam i deviju. Mësa një ka thonë, ama bashkejtë jo. Kanë së një devijon? Ka thonë, përveç që robëve tu, të cilët janë sinqertë. Ata të cilët të rinë tyje, o Zot, gati, në sinqeritet, në adhurim, në ibadet, to së një prejke. Allah në bo fitënë. A i tha Allahu, o iblis, mas i po thu ti, ose, më në me thonë kështu, mas i iblisi ka thonë, të sinqertet së një devijoj, kjo i be që i mund me deviju. Sa i ka thonë? Jo, dhe zër, jo. Allah ja ka pranu dhe ajeti tjera që ka thonë, shko devijoj e ka ndush, përveç rëpë vetëmit sinqert. Qatë që ka thonë, ja ka pohua, pëse? Që kjo është e vërtet. Andaj dhe zë duhet mësohemi që të vërtetën ta pranojmë si të vërtet, edhe nëse ta thot laini i malkumi, po pranojmë të thonë muslimani, është e më e vërtet. Edhe tjetër cila dhe zë, kriteri tjetër, dhe për këto dhe të folë në detale dhe zë, kriteri tjetër cili o,
kur i miri thot gabim. Kur i miri thot gabim. Ti për shembull e njeh babën, nanën për dashamirs, për mik, për atë që sta do të keqen. Ti e di vllaun që sta do të keqen, ti e di kushijën që sta do të keqen, ti e di familjarin që sta do të keqen, dosti, miku sta do të keqen, hoxha, dietari, hafizi, këtë këto terme, konceptet njerëzish të cilat ti në bazë i ki që janë të mirë. Mirë po mrena këtënve, a ka mundësi nga padia, nga do një interes, nga një zili, e tjere, x dhe y arsye, me ta thonë ty për shembull një të gabim, jo me qëllim, apo me qëllim, ka mundësi. E ta vëllezër besimtarët me pas kritere. Ti je shumë i mirë, ti mbetesh prind, mundesh me met baba, ala nan, vlla, mik, dost, kojshi, hoq, mësus, pedagog. I je i mirë në vetë veti, që kjo anë gabim, shka pethu. Që të dhja vëzë du të mi da mirë. Edhe njëherë, qka do të mësojmë që të qka jetë, dhe qka du të koncentroheni dhe të përqendroheni të mësojmë që këta jetë. Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusulu. Nuk është Muhamedi tjetër pas i dërguar i Zotit, alayhi salatu wassalam. Edhe para ti ka pas shumë pejgamber. Çka po thot Zoti muslimanëve? Ju duni me mësu të vërtetën si të vërtetë, të cilën u ka sjell Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po nëse ki vdes, ju çatu udh keni me ec. Apo ju çka rrugë keni me ec. Sikur për shembull bën kështu në mënyrë figurative, në mënyrë përshkruese konkrete. Të marrë baba, edhe e merr e vladin e vet, edhe pi të shtëpia e çon te shkolla. Thotë, ec këtu, këshire mirë rrugën, që çtu e ki shkollën. Pi këtu tash kthehesh te shtëpia. Pi këtu e ki shkollën. Edhe i thotë, edhe me dekun ti çtu shkon. A vërejte? Thotë edhe me dekun ti çketu dhacë. Edhe tash për shembull fëmia mësohet, sa herë ka shku me babën, shkon e vjen. Mirë po, çka i thot prindi i cili ja do të mirën? A i thot këre, sa je me mu ti, dhe sa jeti me mu, atë qështu, atë pas meje. Po, për shembull, nëse një ditë për ditëve, runa Zot, dhe ndodhë kjo. Baba e qënë shkollë, pin shkollë, lakon kazino, runa Zot. A i bie kjo, që për shembull, prindit, mi thane vladi, a të vije dhe une? Jo. Vdes prindi, s'ka shkun kazino heq, ka vdek i mirë po ka vdek. Çka du me bo fëmija? Thot, mu ma kam su rrugën baba, që pi këtu të shkolla. Vese sa për ilustrim, Muhamedi sallallahu alaihi sallam ka ardhe ka vizatur rrugën, që qke ulla. Qke ullë që në gjenet. Unë nesër vdes, ju hesni shknera. E qka na thot Allahu që këta jetë? Po nëse vdes Muhamedi, a e ndroni ullën jo? Jo sa i ta ka kalzu ullën. Vinjere e vëzër, rruga duhet të mësohet si rrugë. Nesër edhe ajshka ta ka mësu rrugën vdes, ama ti udhën e ti. A në vëzër, lutë Allah me ta mësu udhën e gjenetit. Vinjere, pa mësus, së në mësën të vërdet, në do të vim. Do vim nga citatët e Imam Shatibijot, rahimahullah. Pa hoqë, pa djetarë, së në mësën të vërtetën. Apo, edhe pse të vërtetën ti vetë dush me hecë. Du të me hecë vetë. Por këta si o vëzër, në këta jetë, e në mësën Allahu subhanahu wa ta'ala. Se pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam ka bërë edhe ka dhënë zellin më të madh që ta ndanë në mes udhëzimit të madh të tij dhe qenjes së tij. Pejgamberi sallallahu alaihi sallam i ka mësuar sahabët dallonin mes udhëzimit tim dhe trupit tim. Shumë më rëndësishme është kjo. Don trupi i Muhamedit ka vdek. Muhamedi nuk ka gjallë. Ku shkon në Medinë, shkon i viziton, a shkon i viziton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a shkon i viziton varrin e tij. Ai ka vdek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u mësonte sahabeve udhëzimin e tij, andaj shpesh thonte wa hadha min sunnati wa man raghiba an sunnati. Që kjo është rruga ime, kjo është sunneti jam, kjo është tradita jemja. Pse? Se që kjo e jemja nesër vdes, kjo prapë jemja. Apo, për shembull, shumë prej punëve, ne themi, këto janë punët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai sa këto? Ama domethënia, a kupton? Domethënia e punë, që këtë punë ka dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari duhet që të zhvishet për të vërtetën. Të zhvishet për të vërtetën. Çfarë do të thotë të zhvishet për të vërtetën? Çfarë do të thotë të zhvishet për të vërtetën?
me ja hek petkat ati, të cilat petkat ty të pengojnë me e pranu të vërtetën. Ka njerëz për shembull, me ja opru me një kallop një sen, thot bema. Me ja pranu me një kallop tjetër, thot ja, kjo sa e vërtet. Për shembull, me ja thon hoxha i vet një mesele, ja psi thot mashallah te barakallah. Ja thot njëjtën një hoxha ma kise ka për lukthi shumë, apo thot palide folka. Njëjtin sen, as se nis çka ka fol. Për shembull, ta kuptosh. Njëtin ujë mësohet dikush e ka gotën e vet të shtëpia, tasin e vet. Ja mush do një ditë apo të gratë ndodh, pa la, ja mush gjithër gotët, se duket gotë. Pse se do, njëti uja, çaj ka e pisa herë. Çat gotë çka e duan. Njëri është i fiksohet në bart, në enën e cila e bart ata. Ti thu, o e njëjta, mos ma çit këtu. Apo. Vezër, tash shiko. Gjërat nuk ndryshojnë me ndryshimin e barzve. A ndikojnë ta në kuptimin relativ të marsit, jo në vërtet. Për shembull, vëzër, kjo shumë me rëndësi, vëzër, nuk ka diçka që rrëshqet ka më njeriut si që kjo mesele. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa ma Muhammedun illa rasul. Mësone se Muhammed sa më është pejgamber, ai vdes. Ju çka bani mësoni? Ju më vazhdo rrugën. Andaj bartja e gjërave. Për shembull, ena e çelçit. Nëse e zez, edhe ti ke mush ujin ta. Edhe ja bëj dikujt me ujë. Çish duket ai ujë? Ujzi. Ja bëj me të dukshme, del ujë pa ngjyrë. Ja bëj me të kuqe, del të kuqe. Dhe njerëzit fiksohen mas gotave, mas enëve, mas zërave, mas mënyrës, mas veshjes, mas stilit. Apo, si cili i fiksuam diçka. Dikush për shembull e merr në një formë tjetër. A ndikon ajo çka e bart? A o njësoj ajo çka për shembull, me thonë, një njëri thjesht, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kejte o kejte, kështu. Një njëri rëndom, një Xhamatli, një Dostojoti, thot, e kam gu një hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu. Edhe ti në rregull, e merr. Edhe ma vonë, njëtin hadith e dëgjon pi hoxhës. Ka ti e kin konsiderat, hoxhi i dishëm. Edhe të njëjtën thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu. Çfarë ndryshimi ndodh kjo? Ha? Gjëja e parë shka i thu ti Dostetan thu, qashtu ishte. Pse i thu qashtu? Astaj ena bartë si shka ma tha që ata, o pak ma i ranë se sa ti. Andaj ta shë marë pak ma konsideratësa. Por shemë vëzër, a është njëtë si kur ne kur thojna, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe atë ditë kur a i vetë ka thonë me gjuhën e vetë ndërshme. Jo, dallon. O di që të më thonë me dëgjun një hadith vetë pi buzëve të ndërshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti sot një hadith e ngon pi transmetuesit dhe zemra dridhen. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A mund të vëna mund çisha dridh sahabia kur e ka ngu vet Muhamedit sa të fol. Para më çfarë emocione ka pas, çfarë ndrej. Pse? Se ky vet pejgamberi po fol. A do të duhet ne të mësohemi që të vërtetat janë të vërteta çashtu siç janë. Edhe nëse barçi mund të më kon shumë i shqum, barçi mund të më kon shumë i ndershëm, apo ata për shembull njerëzit vëzë. Nëse njëri për shembull hajdut. Apo edhe të mand nasihat. Edhe ti për shembull, apo e injizon nasihatin. Edhe vjen ja kallzon hoxhës. Unë se njëç janë sa hajdut. E thon mashallah, çikish ka folka, kit ha ka paska. Ama ti që e një që hajdut të po leve, kish ka fol pa lidhje. Pse? Ena barci po që ashtu ama kush tha këtë se diti. E kështu më radh. Këtu ka shumë kallope. Ta marr me shembull e ushqimeve. Tham njëri fiksohet në enë, në sahan, në lugë, në tenxhere të caktume. Thot mu vesh që tu më maron hajër. Ka njerëz. Apo vesh që këtë veshje e du. I ndroja veshjen, njëti më edhe atë tjetrën e duhe. Çështo i fiksuam njëri. Mi po vëzër, a ndodh që ena me ndiku te ajo, po ndikon. Por shemë vëzër, nëse shumë shemë do t'i bim shpeshar dukën qesharak, po janë të vërteta që ti pastaj ta marrësh këtë shembull, ta gjujsh aty ku na po dona me gjujt. Por shemë vëzër, njeri merr gotë edhe pi ujë. Apo merr enën edhe ha gjellën, e ha supën, apo e pi supën, apo mjallë që gjujsh. Edhe ajo është e ndershme, sahani e ka qështu formatin, e ndershme lugën. Apo me ta marrua qështu, Zoti ju nderoft, në formë të sholës, që ka din li jashtë. Edhe ta qëtë supën që ti, qështu ta marron në formë të sholës, e ta nxerr. Një të supë, original që kipi sa herë.
çka ndodh ti? Pse ki qitë që do? Me thonë dikush, ta ku mush me sup. Ti thu, ku e ki gju supën? Në shohë, po shpijet be atje? Vini dhe zër, njëtën sup ka mundësi të ka qut, njëtën gjell, njëtën uj, api edhe në shole ka uj. Për shemë dhe zër, i njëti kanal ta të be ujin në nevojtore, zoti ju ndërof, i njëti uj ta be, i njëti kanal ta be ujin të kuzhina. Apo, mirë po ti natyrë që më thu, kur ti thuj dikujt në shtëpi mosh ma një gotë ujë, çka i thu? Pite kuzhina. Mirë, çka ka uji i nevojtorës? Jo s'ka kur gjë, po nevojtora aty. A e kupton? I njëti kanala, çaj uja, hiç çaj uja. Domethën, kanali kur gjë ndron. Mirë, po ti thu këshira pin kuzhinë, pak më mirë, apo? Nevojtore. Vinë në vëzër. Edhe pse uji çaj uja, ama vendi, rrethana, ena, skena, ajo perceptimin që ka e kiti për nevojtorën, për banjon, thuj ja, i njëti uj jo, në qashtu jo. Por këtë asio dhe zërë, besimtari duhet. Mirë, dikush thot, çka na duhet që kjo shembull? Na duhet. A dini pse? Se për shembull, me të ra ti unaza e arit, unaza grujës, ose me të ra 100 euro në qilim. Apo, a ka në dunja që thot dikush, valla qilimja këtë viran i përlim i ndyt se në zgati dorëm i morë. A ka dikush? Ja, se qilima i pastër, i zgati i merë. Mirë, mira 500 euro apo 100 euro të njëjtat, mira në banjo. Ha? 500 mjeshtri i thirë thot në zera. Pse? Ska lidhe thot. Këtu ti thu, këtu pas ka ndytësi thot për barët nga ra. Vinire një shka ban, kur e din që kjo e vlepshme, atë thot Abdurrahman el Muallimi, njeri i meqëm, nëse i be margaritari edhe ari i bjen loq, sa do që në loq, do të kje zga dorë, thot, o, se kam të loqit të nëzirja altanin. Apo, vini dhe vëzër, qështu janë edhe domethanjet, edhe kuptimet dhe konceptet. Mune me kanë koncepti i shnosh, fjala e mirë, fjala e hak. Edhe mirë po veni ku ka qëlluan këtë loq, ti merë që këtë vërtetën le loq. Këta vëzër duhet të mësojmë shumë mirë. Por çfarë arsye themi këta vëzër? Sepse na dhe shumë prej muslimanëve janë të sprovu me një sprovë shumë të rëndë. Cila ajo sprovë vëzër? Kur mundohet dikush me i mbledh domethënjet e Resulullahit, kuptimet e profecisë dhe pejgamberisë te një hoxha të cina e do. Ja ka mu duk si pejgamber ja se ngoj, e s'ka çështë. Kjo shumë e rëndësishme vëzër, a dini pse? Sepse njerëzit i mohojnë të vërtetat pse s'ka arë nga ai i përsosërin trunin e vetë. Për shembull njëri e krijon një të përsos, thot, ja ka me kanë ki 100% çish ka me rakune, pra nga të pejgamberit, ja s'ka. A Zoti ka refuzuar që përsosmëria mas pejgamberit sallallahu mos me kanë kërkon. Çfarë do të thonë kjo vëllazër? Kjo do të thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë, që i bie se ketë masatina janë me të meta. Janë me të meta. Njëri ja qëllon, njëri ka bënda qetri. Këtu ka kalon mangët kje, e plotson kë, ku e ka plotsu kë, pastaj e vazhdon kë. Këtë çka se ne ka vazhdu kë, e marr kë. Shiko vëzër, që kjo është Islami mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammedun illa rasul." Muhamedi është veç i dërguari i Allahut. Edhe para ti ka pas pejgamber. Pse vëzër se janë trazunjes, ka thonë, ka vdek pejgamberi, e kalon, e ka gjuajt shpatën. Ata kanë gjuajt shpatën, kanë njerëz e lefejer. Mos kërko dietar për sosur. Çaj di bie kjo? S'ka mas pejgamberit sallallahu pejgamber. Shiko, shumë për njerëzve nuk thotë, "Astaghfirullah, pse unë akum li pejgambera?" Po ti nuk thuaj, po du pejgamber. Po ti për shembull, për një gabim, 2 gabim, 3 gabime, 5 gabime, 10 gabime, 100 gabime, çka thua? Dikush e ka me 100, dikush 90, dikush me 1. Po ta ka gabua, ja, ata s'kan gojë mollafin. Pse? Që kjo çka i bë? Që janë pejgamber apo? Se veç pejgamberit i thuhet, a gabove, a pejgamberi sa nuk rren asnjëherë. Po jo sa zgabon, se Allah e ka rujt. Dhe Allah subhanahu wa taala pse ka garantuar pejgamberit sallam pa gabushmërinë? Vini edhe. Pejgamberi alayhis salam, a ka lindi pa gabushëm? A Zoti e ka bë? E ka rujt? Për shembull, dielli dhe hana, a Zoti i mban ose qiellën? A Zoti e mban? A vetë ajo rri? Allahu xhallahu thot në Kur'an,
Inna Allah yumsiku as-sama, Allah e mon qiellin, që mos çka përderdh. Ti duket kur s'ka ra se çdo kush e mba. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe zot, për nga natyra o njeri. Innama ana bashar, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhela ka thënë, thuaj unë jam njeri. Ha, pi, martona, dhimbta kam, smuna. Këti ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si çdo njeri. Mirë, po çka i ka garantu Zoti? E ka rujt mos të gaboje. Pse e ka rujt mos të gaboje? Sepse ndjeshmëria e gabimit të njerëzve ndaj pejgamberit është shumë e madhe. Domethënë për shembull, merrnejt në njerin pazar, thënë, po çaj të briti aty në pazar, me të ka të drejta, po çaj të kanë merrnejt. Mirë, po për shembull te pejgamberi o ndryshe. Mos u merrnejt. Asnjë milimetër. Për mos me asnjë milimetër Zoti e ruan. E ruan. E mirë o zot. Çike të rujt me. Ai është siguru dikujt mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me thonë, po, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i garantuar, ama ka dhe tjerë. Që kjo fjali janë saktë? Jo, s'ka tjerë. Andaj Imam Maliku ka thonë atë fjallën e madhe. Kur kanë nisë njerëzit me thonë, jo filani, jo allani, jo filani, jo allani, ka thonë, oju njerëz, ati të cilit nuk i diskutohet fjalla ka vdek. Muhammed Mustafa ka vdek. Dhe vëzër besimtarët më bëhë tërbijin që ta. Ne duhet të ndajmë mes barësit të vërtetës dhe të vërtetës. Barësi i vërtetës respektohet si njeri, edhe gabimi i thuhet gabimo. Dhe ka mundësi bardhësi me kanë i zi, dhe ajo çka e thot është e bardhë. Dhe njerëzit për shkak xezës së bardhësit e refuzojnë të bardhën e mesazhit. Dhe kjo ndodh te njerëzit dhe kjo nuk ka mundësi me shtin numër pas Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëzë shiko, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët e vet që me nda mes udhëzimit të tij dhe qenjes së tij. Udhëzimit të tij dhe qenjes së tij. Do më thonë në vdes. Ata kjo është zhveshja për të vërtetën. Pastaj çfarë është vëzër? Dhe i ka eduku që ta mësojnë të vërtetën me argument. Ta mësojnë të vërtetën me argument. Për shembull vëzër, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e padiskutueshme për neve. Fjala e pejgamberit alaihi salatu wasalam është e padiskutueshme për neve. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pa diskutueshmëria e fjalës së tij që ti skiqara pa e pranuar si hak. Aja ka kriju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fjalëve të veta të vërtetat, a Zoti pse ja ka thonë? Ç'kjo shumë rëndësi të kuptojnë atë gjë. Kur ta kuptojsh ata pastaj që janë drejtarët shumëta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me faktin që është Rasulullah, Muhammedur Rasulullah. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Tu ka ardha ma Muhammedun illa Rasul. Muhamedi sa nuk është tjetër pos i dërguar. Atëherë kur flet pejgamberi alayhi salatu wasalam të vërtetat e këtyre fjalëve, pra këto fjalë janë harmoni 100% me të vërtetat. Prej ka vinë se Zoti i ka kallëzuar. Andaj një ditë për ditëve Zoti madh te bareke ve teala i sprovon sahabët me një fjalë të pejgamberit alayhi salatu wasalam e cila ju del gabim dhe pejgamberi sa ua me remeton dhe pastaj e lidh me pejgamberin. Vinë sahabët dhe i thonë, ja Rasulullah, fakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i sheh se si punojnë sahabët hurmet, edhe ju thotë, unë mendoj që s'ka nevojë që shtu me ja bë, po bën janë ndryshe. Edhe sahabët e morin kallop. Mirë po vinë re, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë e thotë pi vetit vet. Jo si Rasulullah, po si Muhammed. Jo si Rasulullah, po si Muhammed. Edhe e morin ata në këshill, edhe pi asaj këshille prishën hurmat. Sikur të për shembull, mi shkuti dhe njërit në restoran, edhe ai për shembull e ka atë munirën e vetë se si e ndreq mishin e bukën, edhe ti i thu, o, i ndërum, so mirë kështu, ato me ba, për shembull, mishin banë në këtë formë tjetër. Edhe ti për shembull, për shkak konsideratës, ka mundësi, thu, apo dhe, edhe e ndron, edhe thu, hajt tangoj, edhe të prishën gjërat. Edhe ti shoj i thu, unë ta morën nasihatën, ama u prish mishi. Sahabët e pejgamberit e kanë marrë minjar, kanë thonë, u kuria Rasulullah, e kanë marrë. Mas disa mujve vëllezër, tregtia e vetme çka e kanë pas, prishën hurmat. Kur prishën hurmat vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thonë ja Rasulullah, shiko këto njerëz që janë mësuar me të vërtetën. Ka thonë ja Rasulullah, atë nasihatin çka na e thave për hurmat, na i prishi hurmat. Ja na prish, çu thave ti s'dul.
I kjo vëzër, qiko, i ka sprovu Zoti madh te bareke ve teala. Atër ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka thonë ai ka qenë mendimi jam. Ai ka qenë mendimi jam. Ai mendim është jemi personal Muhammed. Ka thonë nuk kam forë si Rasulullah. Ka thonë kur të flas për Allahun e tham të vërtetën. Pse ka ndodhur kjo ndarje vëzër? Dhe pse ka leju Zoti me ndodh kjo? E ka leju që njerëzit ta ndajnë në mes kur flet, si pejgamber i shpallet atij dhe në mes asaj kur flet ai si njeri. Një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka thënë Imam Ahmed në Musnedin e tij. Ja jep një detyrë Aishës radhiyallahu anha wa ardaha. Gruas vet. Thot, çfarë është punë? Ajo si gruaja habitet. Dhe pejgamberi sa më thotë unë kam do punë tjera, kur të vinë kjo punë çështu më kanë. Në rregull, e kemi shpjeguar këtë hadith gjatë. Edhe në fund, kur vend pejgamberi alayhi sallam te shtëpia, e gjen se ajo punë nuk ka krye. Edhe i thot, o Aisha radhiyallahu anha warda. Shikoj se vini re tani lexon njerëzillëkin dhe pastaj ka dhënë te pejgamberia. Ka thonë o Aisha, a thash me masot që këtë punë? Tha ja Rasulullah kam harruar. Tu angazhu me punë të shtëpisë, kam harruar. Atëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qata Allahu yadaki. Allah i takput dorën. O nervozu, unë të dhash një detyrë se takput Allah i dorën. Dhe del pejgamberi sallam, dhe angazhim pas angazhimi, pastaj, shiko Zoti e ruan. Edhe tutët Aisha. A dikush i ka thonë takput Allah i dorën. Në njëri devotshëm me thonë Zoti ta thejt qafën, vallahi na të lashe. Nëse ja i kin hak, edhe bigajri hak që themi neve. Edhe ai bani dua, vallahi rrezik. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kupton këtë. Edhe u kthit Aisha dhe ka thonë, unë jam njeri. Vinere, unë jam njeri. Unë aghdab. Edhe unë nervozona. Kema të gdhabun, sikur që ju e nervozoni. Ka thonë, mirë po, la aqulu illa al-haq, ama unë nuk e tham pos të vërtetën. Çka ka bë? Ka thonë, o Allah, çdo dua që e kumbo në nervoz dhe në ta ka dëmtim për atë që është bo dua, ka thonë këthaje në rahmet dhe bereqet. Për shumë pejgamberi ka thonë Allah i takput dorën, Allah ka thonë ruja dorën. Pse? Për të nda mes pejgamberis dhe çfarë? Për ta kuptuar çka është njerëzore. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë luftën e Khandekut, lufta e Ahzabit. Edhe ka qenë Salman el-Farisiu, i cili ka qenë prej persianëve. Dhe kanë pas manovra të cilat nuk janë ditë strategjitë të arabët. Ato e kanë më të përparuar në aspektin luftarak. Edhe kanë fillu me mendu qysh me abo se 12.000 ushtar janë nis me luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, shiko dhe zërë, sahabët e kanë pas të nda me këtë mesele, pejgamber edhe njeri Muhammed i dërguar i Zotit. Atëherë, duke bo muhabet për strategjit luftës, i thot Salman el-Farisiu, i thot ja Rasulullah, kjo strategji që ka pe ban, a Zoti po të kalzon? Shpallje? A kjo është pjesë e luftës që shdinë këtë njerëzit me morë se bepët? Jo, ka thonë, kjo punë e luftës. Allah në ka thonë, bronu, luftoni. Ama qysh ja bani ju, vete drejtoni këtë punë. Ka thonë, si tjetë që shtu e Rasulullah, atë ta jap një propozim. Ka thonë, po bjere. Shko vëzër, se e vërteta jetë e vërteta. Nëse, a ka krasin vëzër me pejgamberin sa me Selman e Farisiut? Kja pejgamber ka njeri sahabe, pak krahasimisht. Mirë po, qëfar i ka thonë? Bere ta shok. Ka thonë, ne më persi i kumpao në kur luftonin, mbrojtja me e mirë është me bo hendeke. E qelmi një gropë madhe, edhe na këtu mbromi, ata kur të vinë, pi gropës të madhe së në mërin të na. Ka thonë që kjo mendimi i sakt, që shtu këna me jabo. Për çfarë o vëzër? Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lind të sahabët që të edukohen me çfarë? Por shembull, jo me thonë, ka thonë, andaj shikosh që tha sahabiu, a është luftë, strategji lufte, a Zoti ka kallzu? Se nëse ka kallzu Zoti na arrim çati ku ka thënë Zoti. A më nëse është strategji lufte, pra ka mundësi me huazu një strategji të huaj, e cila është e dobishme për neve dhe e marrim dhe e zbatojmë. Për këtë arsye vëzër, këtu
veç e kena nisë që sa temi, inshallah me lenin Allahu te bareke ve teala, do flasim edhe më shumë. Andaj do flasim në hijen e këtij ajeti. Jo nëse keni mundësi me lezu këtë ajet, tefsirin e këtij ajeti dhe hulumtoni vetë që ta kuptoni se nuk ka vëzër temë më të ndihshme, më të rëndësishme se sa të kesh kritere dhe standarde dhe norma me të cilën ti e kupton të vërtetën në fjalë dhe domethënie dhe e ndan domethënien e të vërtetës pri bartësit të vërtetët. Sikur që këtu Allahu subhanahu wa taala çfarë e ka ndan? Wa ma Muhammedun illa rasulun. Muhamedi sallam është i dërguar i Allahut. Vini re, vdes Muhamedi alayhi salatu wassalam. A vdes pejgamberia? Ha. Ti shkon e vërteta e lidh për trupi, kish vdek pejgamberia, por jo, ka vdek Muhamedi alayhi salam, ai ala Rasulullah është. Na shka thojna, ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Mirë, dikush zdi. Shumë jep pa besimtar e thot, që ki pejgamber jot, ku ha? Çka i thu dëshmu që nga pejgamber tash? Çka i thu ti? Ja, e ka vdek. Ka vdek. Mirë, pyetja dytë ta ban. E çish dëshmon ti për një njeri të vdek sa pejgamber? Po ti thua ka pejgamber. A ka? Edhe vazhdon me ka. Mirë, kur ti thu a ka pejgamber, e tash nuk ka gjallë, ama pejgamber, çka i thu thon? I thu thon, pejgamberia ka vazhdu, pejgamberi nuk ka. A kupton? Pejgamberia ka vazhdu, rruga ka vazhdu, Kurani ka vazhdu, Islami ka vazhdu, imani tauhidi ka vazhdu, ama Muhamedi sa ka drujet. Dhe në që këtë tërbije vëzër i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dosat e vetë. Dhe në këtë tërbije janë rritë vëzër imamët e mëdhej. Dhe në këtë tërbije kanë ditë njerëzit me gjetë mekanizma që mos ta përplasin një të vërtet me një të vërtet tjetër. Andaj Kurani vëzër, a ka ardhur neve të na mësoje me thonë, a di shka, ju mas jeni musliman, Tevrati o batil. Hasha. Jo, ne e besojmë Tevratin e vërtet. A e besojmë Injilin e vërtet? E besojmë Injilin e vërtet. A e besojmë Zeburin e vërtet? E besojmë Zeburin. Pse e ka ndru njëra e mesele tjetër? Ama ajo që ka i ka zvit pejgamberit Musa, alayhi salatu na themi hako. Ajo fjalë Zotit xhelle xhelalu. Megjithëse na punojmë me Kur'anin, ama ajo hak. Allah vezër në hijen e këtij ajeti do të ndalim me izin Allahu te bareke ve teala në detale edhe më të shumta që ta mësojnë një meselë e cila shumë rëndësi tani vetëm me hapëm si paratanie që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar sahabët e vet dhe Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajete dhe kjo është njëri prej ajeteve se njeriu duhet të mëson të vërtetat në vetveten e vet, me domethënit e veta, në hakikatet e vet dhe ta ndan të vërtetën dhe bardhsin e të vërtetës. Dhe këtu ka relativitetet të cilat do të mësojmë me lein Allahu te bareke ve teala në ligjratën e ardhshme. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mundson që ta shohim të vërtetën çashtu që shoh dhe ta ndjekim ata. Allah të na mundsoj ta shohim të kotën dhe batilin çashtu që shoh dhe të shmangemi atina. Lutim Allahun që Allah të na mundson që ta shohim halalin halal çashtu që shoh dhe ta vrapojmë pas tij. Dhe Allah na mundson që ta shohim haramin haram, çashtu që shoh dhe të shmangemi atina. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelal na mundson që të jetojmë me Kur'an, të udhëzohemi me Kur'an, ta duam Kur'anin, ta punojmë dhe ta zbatojmë ata në jetën tona. Lutim Zotin e Madh pasi që edhe jemi në ditët, edhe pse na duket larg, mirë po shpresojmë të jetë afër. Allah na mundsoft me në Ramazan. Allah na mundsoft që ta mrim me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.